Zonja zotrim mysafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juaj në Odan, mirë mbrëma zotrin Naima Bazi. Mirë mbrëma. Me një frimi tash krejt. Prej mëngjesit që jemi poshtë, që është e vërtet. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi këtu bashkë me shoqin e fjalës së mire, këngës së bukur, jemi në tërë të skonografi që është tërë glamur, dorë vendore, me Prishtinën e bukur, Prishtinën time, mrapa, në sfond, gjithmonë që absolutisht prej momentit që Platori e kanë zgjedhur të këtill, sikur më ka dhënë më shumë energji, sikur ma ka rikthyer dashurinë e pafund dhe ka qenë Prishtina ajo që ka bërë që asë një moment në jetën time s'kam menduar të jetoj larg saj. E vërtet, këto ta nënshkruj, ta vullosi. Jemi këtu bashkë.
Jemi bashkë në Radio Televizionin 21. Do të kemi shumë qatë bukur sonte, do të kemi edhe humor, edhe këngë si gjithherë, musafir tepër të veçantë, dhe do të bëjmë shumë qka që një vikend ta kaloni sa më bukur. Këtë vikend që po vjen në këtë javë, edhe pse sigurisht të gjithë ndjehemi sikur të trënditur prej krejt saj, çka po ndodh me klasën politike në Republikën e Kosovës, e cila absolutisht tallet me këtë popull të mirë. Dhe jemi të mirë sepse ne lejojmë që të bëhemi të mirë duke i lejuar këta që paguhen pafundësisht, që shfrytëzojnë e monopolizojnë çdo gjë të këtij vendi, që përsëri të tallen me ne, sepse këta kanë inate, këta kanë qëllime vetanake, në kuadër të kujt, në kurriz të kujt, në kurrizin e këtij populli, e të këtij vendi. Duhet klasa, kasta intelektuale një herë për gjithmonë të zgjohet dhe ta thot fjalën e formulën e zgjidhjeve të bukura për këtë vend. Ato shka e kërkon topi nuk e lunë, me kone edhe me të dëgjuj shkon fort mirë. E di që ty të pëlqen, bile shpesh herë thet mirë i shkon me shkuti atje, mirë i shkon vërtet. Të gjithë ti futemi jetës jo veç politike, jetës që e bën jetë në të gjitha segmentet të këtij vendi, se i cili të përgjigjet për atë për çfarë është i zgjedhur, gjithsesi për çfarë është shkolluar e profesionalizuar. E në ato vene, në atë tash ta quaj amfiteatër, në atë parlament, të jenë njerëzit, do duhet bëj kriter, që të jenë njerëzit që kanë dije edhe shkollë, në asnjë një mënyrë të tjerë tja, që nuk dinë, nuk dinë. Absolutisht nuk dinë. Ose po normal të najmë, kena zgjedhje më duket me 7 qershor, kime dratë me votu, veç inshallah e voton ato që ta mërmenja që është maj miri, po më duket që të njëjtë kanë më na dalë apet, mos vetë kush për neve. Unë kam e votu vetën. Vetën, valla edhe unë veç me dalë me... Jemi vesh... Jemi vesh e jemi ndreq, po kush ka ndreq ty sonte, hajde tregon. Absolutisht të gjithve, na ka grimose, na ka zbukurue, agonita herë, fush Kosovë. Me dalë, hajde. Ne të falenderojmë nga zemra të gjitha ata që janë suporti juni fuqishëm me mbështetja jone mirë, sponsorët tanë. Dhe pa humbur kohë le të ftojmë në skenë ato që na sjellin humor, gaz, lumturi, sado pak në shtëpi tona çdo të shtunë e të dielën në mëngjes. Dada Hyr dhe Kulja. Mirë mroma, që shenjajni mirë. Mirë, falenderit, që shenjë ju? Shpije modhe, nëmë bëjë që shenjajni mirë. Mirë, nëmë që shjeti, nëmë që shjeti. Nëmë ti që shjenë. Nëmë që shjeti. Nëmë që shjenë nëj. Mirë. Nëmë edhe one, edhe na. Po. Oj, Hyrë. A e din më rikon e kom po? Kon. Dullët e katunit. Që më dullën pasu deka, ja? O edhe unë e i thash, kër e posh, thash dulla si e deka, tha jo po tham këthyn. Që shthyn? Tha se tha, i mërën tha, veprimet e mija, të mirat edhe të këqijat, ishin dalë baraz. E zdishin tash a më qunë gjëhnem, anë gjëhnem. E më thanë, hajtë shko, kër të bëjsh edhe na i veprim, të marim. Tha shani dhe bëllë mirë, tash e bëna i veprim të mirë që me shku në gjenet. Po. Tha, se këm njetë edhe një 50 vjetë, heq. Kështë më dona, apo në vërmet një neve, a i voni, 200 vjetë i ka bo dhe 50 vjetë zënë. Që për shambull, jeta jeme i shkon, herë në kuzhin e herë në zalon. Qa po dhe t'i qetë, që e bu që kjo po një t'i krejt. Herë më hohët sarmja, herë më hohët akullurja. Ku me t'li ka vëndi me krejtve. Ja komentët bre burit tem, dhe i rojtë rast. Se qysh? Na thiri ku noti me shku me nejtë. Ajde u që me shku, kur dojle mjashtë koha e mirë. Kur në atë që këm kafiqin. Pja bëj thash, hajtullëm bre tapim ka i kafe, mas i koha e mirë. Para se me shku, tha Ani.
Ollëm, na erdhë kamarjeri, thash, bëna 2 kafe, një të vogël, një të madhe. Pi vjen aja dhe kur ka ardhë kamarjeri. Tha, kush e ka të vogël këtë? Pa bëj, E pas ke lytë krejt. A unë me djallë tabin jëm po këtu kish. Ja nisa unë përla me burë. Po? Thash qërë budallë isha konë që jë martu me ty. Koraj, jo budallë në që të ko marë ty? Kur djalli, o zët, 2 prind budallë e presin që nesër unë mu bo kryeministër. Qka me bo. Na, u qumë shkum. Po? Te kunoti që thash, edhe mere me men mas 14 vjetë e martis, unë e marrë vesh kush e kunoti edhe kush e kunota jeme. Kur shkum aty, hi, mërena i kishar dhe apeta, i shok i qenë kontena. Po? Edhe ishin kondi qka të folë përini. Ollëm, na po folim nej se kur tha, apo të kujtët, tha në vaktonin, tha, shkëshim ushtar, këtë tha, po vëlla, tha shkëshim. Apo të kujtët, tha, kur shkejke, tha njoni ushtar, tha na tjetë kejtë u bëjshim, tha, e jarujshim femnën dhejsa të këthejhët aj. Kur kë, po, kë kunot jem. Po dhe tha, se kurën e ty, kuraj. Jo, tha, jo si ti mu heq. Tha se ti marujte, tha në fund e more për gëru. Këtë pja bonani, apo dhe me ta këthy. Jo, tha, ma mirë që shtu, me huazu. Po, ma mirë që bjerë. A, unë në ka tuk të na herë që jetajshim. Po? Migja, kunoti. Po? Kunoti po del me djallin në pazar me shit lupën. E pja bën djalli. O Bob, pse bre pja prekin gjinat lupës? Se jena tham pazar. Ku Bob që shkojnë atë shpia se me ta tha panon. Ku? Tha se pëstjeri tha po dhe ka me blenonën. A jo, ti që the Migja, mu më kujtohet djalli Migjës, tempi thot Migjës, ta the, ka la blak bashkë, e theshim. Tha, Bob, tha, jo me nuk, tha, diçka, tha, dhe kom vendus. Tha që, si vjetë, tha, du me mirë, tha, aronia. Mirë bol. Tha, fitimi, rasta, pore, sa dush, se në kë Migja pekëshyr zdike që ka në aronia, tha, den. Pekëshyr, tha, djalem, tha, shko, tha, më bërk, tha, për qatu. A i tha, jo bre Bob, jo, e po tha, tërë si avlen. A Migja ja më kujtot, qau ka në farë. Ketë gratë e katunit e njëfshin. Shëte. A din dëmek. Po. Kër po vjen një kojshike, a po vjen më ma hek fustonin. Kjo hap, trak, pantullat, vupin, dreqe, po mërdhezët e, po kesh di qysh si në vete, a din ashtë, edhe po qot po nisët. Ty orë lezet atina. A din dhe me, halojëm furë më ne. Po. Kur të qumë na fmija ketë masina vapë si dreqen me këqyrë qa po ndodhë. Kur shkuma ja pjabën. Me gisht, që fustani? Ja gisht qufë për ju ma majet lisit. A ju drezit i një ku atina mja bë grupe, da? Po de? Po s'ka ditaj me kalzu me thonë si kërëne. Nëse shetë që dikush po t'a bën gropën, leje dhe të bën edhe më fellë, ti pastaj vetëm i shton ujë dhe e bën pishin. Edhe dozi ma famina, o? Ka herë, vërtet, në botën e muzikës rock, sidomos, a i vlen nga emrat më të shquar, emrat që për vite i ka qëndruar besnik. Nuk i pëlqen shumë ta lavdrojmë, është profesor, është dizajner, është muziktar, e këngëtar, zone e zotri për ju, për ne, për të gjithë, zotri Luan Tashi.
Jem mësu zakonisht më ullë këtu. Jo, gjitha instrumentet. Buj edhe komenajt. Pastaj, shtej, ose anej, po shpesh herë dhe këtu në mes me gitarën në mikrofon, në? Ashtë. Luan bashkë një serve. Ashtë më si që të më sakë në spektaklin të, ku po të që më shumë. Si profesor, si muziktar, si dizajner, a më të qyqë ashtu dizajner grafik, dizajn grafik, edhe autori 4 librave. Pa tjetër, që do të flasim për ta? Aty më përqeba shumë. Aty përqeba shumë. Aty jemi përqendrum për shumë vite. A je lindë rritë Prishtinë? Po. Edhe shumë gjenerata më herët. Kështu sheherli tamam. Nuk kom dëshiru në ashtu, fatje ka dashtë. Se ke zhjellë. Ja. Pa me gjithatë bukur, se ke qenë afer bibliotekave, afer... Po, tash, kur rritesh në qytet, rritesh, dhe më thonë, në rrethin ku ki mundësi me prek edhe artin, edhe letërsin, edhe gjuhën, edhe... Pa tjetër. Kineman, teatrin... Se edhe fëmirin dhe rinin e ke pas në periudhë të një zhvillimit të hovshëm, të një bumi. Po flasim për 70-at. 70-at, po. Të kujtohet qendra pionerve, që sigurisht ke frekuentu ai grupi recitatorve, poezi, unë kom qenë edhe në lidhjen e vëzhguzve. A dhe të vëzhguzve? Po, vëzhguz kom qenë, 73-4, dhe më thonë, ato, në atë kohën e vjetër. Po në botën e muzikës, ke diçka trashëgimi? Jo, në gjithë që lanë a ime, ndjera, ajo e ka pas një zë fenomenal. Gjatë përgatitjes ushqime, gjatë pastrimit në përshpje majment, i këndon të ato veprat klasike, të muzikës klasike, Giacomo Puccini, Kutadiune, shumë autor të mlajtë. Kur u bërë që ta kuptosh këtë, befasoheshe për mirë, sigurisht. Jo, me gjithë që unë e kom pas të një djalë tagjës, një farë Samiun, i cili ka qenë veç gitarist, ashtu që prej ti unë si fmi i vogël, i binte aty me këngëve të bukura Cat Stevens, The Beatles, Kutadiune, Bob Dylan, Neil Young. E unë shtu më thonë filimi 70, 73-74, thësha, po cysh është e mund e ka qmit, po i liviz gishtat. Thësha, edhe një ditë edhe unë do të bëjmë si Samiun. Mande, kom pasë një këshit, cili ka pasë shumë muzikë. Motra ti e studionte në Londër, në atë kohë, po flasim 70-ave, edhe ajo e furnizonte gjithmonë me plaka, me albume treja. Shtu që unë e majnë mend shumë i vogël, kur kanë dalë albumet e Ceppelinave, kur kanë dalë albumet e Pink Floydave, të më thonë, taman ka dalë Lodër 75, që kjo album unë e veç të nesërme të kom digjua. Kom pas fat. Ka pas edhe radio që kanë transmituar atëherë dhe ka qenë i përparësie mirë. Radio Prishtina ka qenë veçanërisht me nësi të kujtote ty, po ashtu kjo Fontan Dëshirash, ka qenë çdo ditë, të më thonë një 2 orë të mira. Edhe ka qenë koha rock'n'rollit, kër është në gjuhë kryesisht qaj loj muzikës. Tu që kemi pasë, ne kemi pasë një emision, radio emision të Shkupit, i cili është qujtë 3 gongët, edhe une me një farë magnetofoni, gjdo ditë kom inqizu. A ke inqizu? Kom inqizu, dhe më thonë, jom furnizu me muzikë të njetën, mande fillova dikon 7... Po furnizove, po kur ja fillove vetë? Une, do më thonë, une veç u musha me muzikë gjatë 70-ave, edhe gitarën e parë, vlau im, e bleti në Shkup, e majmet, ka qenë gitarë gjysum akustike, edhe qaj gitarë është në spot. Qaj gitara e bardhë, tash do të shini, ku për herë të parë... është në spot, e kerujt ka shpëtu, a? Po, ajo ka qenë totalisht e thuj me vrame, qafën e ka pas thuj me... Ashtu që me kom riparu, para 60 vjetë, 70 vjetë e kom riparu, e kom gjyro se kom bëtë barë, se ka qenë në gjyrë druni, edhe para se më gjyru spotin thash, do të përdori këtë gitarët time të parë, dhe cila është e 77-ës. Të që kemi më në fund në... A do me thonë që na kujshit nërë me vete, dojmë gjyrën e bardhës edhe kjo pianës ka qenë gjyrë bardhë, unë e kom bo. Jo, në gjyra bardhë është në gjyrë e zotnive. A, është e zotnive? është e zotnive. Edhe në atë kanë shikimin tim, kanë shikimin tëmë të dizajnit. Po, në gjyra bardhë është në gjyrë fisnike. Faqja e bardhë. E tash, se më vonë, absolutisht,
ju thash për çka shquhesh më shumë, a si artist, studius apo muzikant, por a do të flasim. Një moment shumë i veçantë në jetën tuaj, e që më ka bo përshtypje dhe mua dhe të gjitha ata që jemi, aty jemi si një gjenerat. Është fakti që juni nga ata njerëzit më fat që keni fotografu Nën Terezën në vizitën e saj në Prishtinë. Që shiman në ato ditë, Luan, si ka ndodhë kjo gjë? Që sherdhën shprehje, 13 vjeqar, 12 dikun ke qenë, ha? 78-ën kom qenë 13 vjeqar. 13 vjeqar. Kështu, unë e maj mend shumë bukur atë ditë, ishte prill 78, po ka qenë kohë shumë e mirë, shumë e nxehtë e mirë. Atëherë isha një fotoamator. Do të thonë ku a ishe fotoamator? Po isha sepse në atë kohë, do të thonë kur ka mungu, kur nuk ka ekzistuar interneti, misione satelitore, shumë gjana. Edhe televizioni ka pas 2-3 orë program, ka që konë? Ashtu që na fëmijët ose kemi lut jashtë me top, apo çfarë do lojna më shefta sa kila ku ta diune, ose mi marr ose kemi qenë sportista me karate, se cila shkollë fillore ka pas një klub të karates. Një klub të karates. Ose ki qenë karatist, ose ki qenë futbolist, ose je marr me radio amator. Radio amator. Ose me fotografi. Po unë kom pas dëshirë të mire me fotografi, edhe pse kom shku 8 vjet edhe në shkollë të karates. Kom pas friten të ky brezi zi, po fillova më marrë me rock'n'roll dhe e lash. Nuk ka s'kjo për mu. Ashtu që nana ime, ajo ma bleti aparatin, e maj mend ka qenë një bereta, po. Një aparat, ashtu mesatar, i DDR-s, dhe më thojnë Gjermanisë Lindore. Atë tripodin, mandej për shka kasaj ma bleti atë kopjusin polak, Krokus është qujtë. Man mira jo, kështu, si në për filma. Me ato end, ato tacnet e kuqe, me atë zhvillusin, kemikalet, letrat, kretë me bleti. Edhe ashtu që unë plot energjie, plot vullnet për me fotografu, erdhë momenti kur masi që i bona ndoshta një 3-40-50 filma që i zhvillova veç i amora dorën, po ndëgjoj se unë kom jetu në C12 në Ulpian, ndërtesa ende quhet C12, të kanë qenë B, C, D, që ato numrat. Edhe C-ja ka qenë ndoshta ndërtesa maja afërt e kishës Shëndohu në Ulpian. A kjo të lidhi? Po, edhe tash prej dritares sime, ku i kom pasur dritaret e këtyme ka kisha, shohën ndoshta 100 njerëz në hymet kishës, edhe po thom çka ka ndodhur aty. Edhe pse aty kanë pas ato mesha çdo diele kanë pasur këta diele, por s'ka qenë diele, domethënë ka qenë jashta ditës rregullt. Edhe po shoh edhe pindigjej fëmijët edhe njerëz aty në poshtë dritares, tha nëna Terez. Po flasim një vjet para se me fitu ajo çmimi Nobel për paqe. Ajo fiton 79 në Oslo. 79. Në Oslo, ashtu që ajo ka qenë e famshme, por jo aq e famshme. Dhe tash e fotografuve pe i dritares apo shkova atje? Jo, edhe çka ndodhi, unë mora aparatin, por atëherë nuk ishte beretën më ka ble mu nana, por e pata një praktika, një aparat shumë më të mirë, e vendosa blicin sepse ishte muzikë, do më thonë ora 7-6:30, 7 do më thonë edhe ishte pak dritë, pak. Edhe mora dhe vendosa blicin tash për çdo eventualitet. A dhe nëse ndoshta nuk po muj me nëzonë, po më hup drita natyrale. Edhe kom vrapu. Une drejt, nana e me mas me. Prej të më dhadhë, po du tha më fotografu me nana e Terez tash. Okej. Une mriva i pari. Si mriva aty, me pozën e parë, që ke fotografova nana e Terez, poza e dytë, nana e me për qafi. Ashtu që qaj fotografi që 2 nënat. 2 nënat. Ashtu e kom titullu. Edhe falinderit. Edhe pastaj u erdhë u afru njerëzit, edhe ajo filloj me i përqaf fëmijët, cilë kishën aty afër. Edhe aty bona para kishës i bona edhe 2 fotografi të saj. Mande ajo hyni mëranda, u afru ataj vendi aty, u gjënzu edhe filloj me u lut, edhe atë fotografi e bana, mëranda kishës mandej edhe, do më thonë komplet kreti ku mbo 8 fotografi. 8 fotografi? Kishte fotograf tjerë? Jo.
Po këto. Këtu është poeta se jam i vetmi cili ka fotografuar Nonën Terezën në Prishtinë. Kanë shpëtuar ato fotografi, janë? Unë e kam negativin, e kam rujt, negativin e kam, dhe më thonë, është aty, edhe në shtëpi e kam skenu negativin, e kam me cilësi shumë të lartë, por me publiku e kam publiku vetëm një, nuk ndoshta e gjeni, mundën me gjithë, nëse e shkru në e lypni si Luan Tashi Nonën Terezë, del një fotografi, ku është nëna e me Nonën Terezë. Dy nënat. Dy nënat, Ajo është e vetëmja e publikume, nuk kom dashtë sepse jam duke i rujt drejtat autoriale. Dhe më thonë ato vetëm më i me shqit, nuk i fali askujt. Luan, ke punu si portretist në vendet ndryshme, sa të ka ndiku kjo, si eksperiencë? Po unë kom fillu portretin shumë para se me studiu, artin. Dhe më thonë si një autodidakt, si një edhe pse kom qenë ma i mirë në shkolla, sa i përket vizatimit. Kom pas shumë dëshirë, se kur fillova më marrë me muzikë, me rock and roll, fillova me bo portretet e Elvis Presleyt, mandej kush ka qenë atëre John Travolta, prej këtyne John Lennon. Brillantin, ha? Po. Edhe ashtu që fillova më marrë me portrete shumë i vogël, dhe më thonë, nështë në klasë 3-4, edhe veç kur dolla vitin e parë, vitin e dytë, shkollë mesme, unë veç isha portretist. Ishte portretisim, ishe portretistim. Edhe mandej shkum, për herë të parë shkum në Portorosh, ku fillova me bo portrete. E mandej prej aty të kom vazhdu në Greqi kom vizatu shumë vite, kryesisht në Santorini, flasim 86, 87, 88, mandej në Atheni, në Kret kom vizatu, në Hanja. Por mandej ishte problem me i marrë vizat për greke për shkak situatës, filloi lufta në Jugosllavi, ku ta diune. Me njerë fillova, do të thotë, fillova në Turqi, edhe vazhdova në Turqi. Në Turqi ke qëndruar goxha gjatë? Në Turqi vitet e para, një 4 vitet e para, kom pikturu, kom vizatu portrete, do më thonë portretisti rrugës. Po pastaj? Po 2 vite apo 3 vitet të fundit, kom bo muzikë. Ke po muzikë? Kom qenë muzician, ta i thojnë në gjuhën angleze, thojnë one man band. Të më thojnë, kom pas pregadit në Një njeri band në veti, krej. Ashtu, kom pas basistin, bateristin edhe pianistin e kom pas të qizume në minidisk, edhe asaj muzikës si ja kom shtu gitarën akustike edhe vokalin. Edhe këndoj e këngë. Po, it's now or never, do më thojnë, kom kënu shansona, kom kënu këngë kryesisht hoteleve. Kom pas një repertor shumë mirë. Po në botën e dizajni digital? Tash. Para se me fillu të dizajni, më falë që përse, ka qenë ai dizajni analog, do më thonë para kompjutorëve. Ma herët. Do më thonë, unë në vitin e parë shkollët mesme, u fillova me punu të një zotëri në Prishtinë, Rushdi, e ka pas emre, Rushdi Jakupi, ku në këmësu, të ajë këmësu nikosisht me muzika, me këtë shko e marë, këmësu edhe teknikën e serigrafisë, apo si të shtypit. Po flasim si 16 vjeçar. Po kryesisht film kom la, kom pastru, kom qenë argat. A i bëje gjitha këto, po që ta mësosh atë? A i nuk kom ka leju kur punën kryesore, me punu me kod gjatë. Edhe sarë që e pytja diçka, po qysh bot kjo, ti me të më shiko edhe vjedhë zanatin. Shtu që po flasim konë para kompjuterave, ku të gjitha pregaditit filmike për shtyp, është dash me bo me dorë. Me dorë. Ato kom qenë një farë talenti, në më thonë, është vizatu me një folje speciale, me raptografa, me kemi kësi... Fotografit. Shka s'kemi punu me letraset, nështë të kujtojt, me ato shkronjat, me ngjit një kani, me bo tekst. Edhe tek kur dulin kompjuterat 88-89, kur fillun, dhe më thonë ato filet e para, jo vetëm të na, po në botë, atërën po të rasin se po të vlavën, 87-ën shkojnë në Angli, edhe 89-ën na e pruni një Apple Macintosh, sot pëjthojnë Apple, atërë ka qenë Macintosh. E ka Macintosh, Macintosh, po ka qenë i vogël, bardhëzi, 8 inqa, edhe ku aty kom fillu dizajnin digital. Do më thonë, për herë të parë, me marë mausin dorë, edhe me fillu me bo një rreth, me bo këta, me bo një tekst, me fut një imazh, me... Çfarë revolucioni, ha? Të London, në dhejtën veç, isha maestro, po flasë për grafikat kompjuterike. Mësova Photoshopin, atëherë nuk ekziston të ende Illustratori e Corel, do më thënë punoni me disa aplikacione tjera,
edhe ashtu, do më thonë edhe 89 faktikisht unë atë vit edhe diplomova dizajnin grafik te profesor Shoqërin Imani, edhe isha më qenë i kënaqur, po edhe ai besoj që ka qenë se kam qenë ndër studentat e radhë ku për 4 vite kom pas 40. Dhe ka qenë shumë strikt, shumë rigoroz sa i përket punës. Profa, Po. Me atë është bukur, sa bukur ka këmë duha. Uf, edhe si kaktar ka qenë. Përveç që na shkruaj edhe kushtetutën. Po, ashtu. Edhe e keni punuar në shumë projekte të rëndësishme shtetërore, Luan. Cila prej tyre të kalon më shumë gjurmë? Po, libri i pavarësisë, të cilin unë personalisht e kom titullu niste të shkurt, e kom titullu, do më thonë se këta ka ndashtë jo libri i pavarësisë, edhe atër isha drejt për drejt kontakt me kryeministrin, cilën e kemi tani në Hagë, Hashim Thaqin, për me e kriju një libër i cili do të përjetonte 2 ditë para shpalljes, ditën e shpalljes edhe 2 ditë pas shpalljes. Do më thonë 5 ditë më të rastishme të Kosovës, ditë të pavarësinë edhe lirinë se cilën Kosova nuk ka pas kur. Edhe ajo ishte një projekt shumë serios, të cilën e ka udhëheq Vjosa Berisha, drejtoresha e Pri Film Festit, edhe ajo ndjera. Ajo më thiri e mu, e tha, Luan, tha kështu e kemi një projekt shumë të madhë, cilën du të me punu, edhe ajo zgjati ndoshta një pas shpallës, normal, zgjati shumë pas asaj e punu, edhe ata mu ma dhanën të vërtet zyra e atëre ishte krye parlamentari Jakub Krasniqi që ma men, zyra ti ma dhanë një libër si mostër për me pa, ishte një libër i ngjashëm të cilën e ka punu Malizi, Republika Malizi. Po mua e libër as pak nuk më pëlqej. Nuk të pëlqej. Tash mu po pëlqejnë vetëm si ide, po si punë, e bëjmë ndryshe. absolutisht jo. Pastaj. Ashtu që edhe du të theme diçka që njeni prej kushteve të mija tash, kushte me thonë. Sepse ata nuk miren vesh, ata e din që ka po dojnë, ata nuk miren vesh në dizajn, nuk miren vesh për punimin e fotografive. Në përmbajtjen. Përmbajtja është okej, po tash po flasim për tipografi, po flasim për diçka që është super profesional. Tash ju kësha lutë, kreti unë digjej, kreti pajtoj sa e përket ides, për anën praktike mos më përzini. Edhe mu të them me plot gojë që nuk mu ka përzi. Nuk janë përzi. Absolutisht, një presi nuk ma ka livrit. Luan, edhe vet emri pavarësia, por ne ke përmenë edhe Vjosa Berishën dhe njerëz të mëdhej që s'janë më i duar trokasin për këtu homazh ju bëjnë dhe shkru. Po libri Skënderbeu është një punë e jote kolosale. Çfarë të shtyu të merresh kaq thellë me tash du të them në historinë, puna Skënderbeu, pra po kthela tek veçlia, te rinia ime e hershme. E ma e mend shumë i vogël, ndoshta as në shkollë s'kom qenë kur në korridorin, në C12 aty prej kajt e kum pa unë në interes. Prej atij korridorit e kemi pas një fotografi të Skënderbeut. Ka qenë Skënderbeu në qysh me një shpat, me mjekër gjatë, po një litografi shumë e veçantë, që nuk e kom pa askun tjetër. E baba e me ka pas vendosur në mur. Edhe ma në mend të thënitën ndoshta, kur i patëm demonstratat në Kosovë, dikush erdhë, zdi, tha Rushdit, lutëm, tha, është mirë, tha, ta largosh të ka. Ki kujde? Se mos po t'hynë dikush, a i punët e tëre në komitetin komunal, ishte këshilltari i kryetarit. Edhe, tha okej, edhe heki, normal. Aqë shumë më ka dhimt, ajo fotografi i denuk. Jo pse, se ato e kom, ton jetën e kom shiqë. Fatë shqiptarë, kosovarë. E tash, ato tapetat të cilat ishin ersu pak prej kohës, kur u hek ajo piktura, ajo mbeti ajo katrori. Edhe pas vdekjes babait, ai vdiq 90-ën, se e largun prej punës si gjithë shqiptarët, u largun prej punës, edhe ajo mërzit shumë, u smue 90-ën vdiq. Atë fotografi e kishte fut me një libër. Ishte libri i viteve 50-ta për historinë e Prishtinës.
Edhe unë s'di pse më nëzora li, kur e kom pa. Yes. E gjeta. Edhe faktikisht, kur i kom gjitha atë fotografi, edhe kur filloj interneti, do më thonë 89, 90, 92, kur filloj nga pak me u na me shiju pak botën, në përmes internetit, atëherë unë fillova me i mbledh fotografit e Skënderbeut për internetit. Ka pak aty, kryova një folder të vogël edhe pash që ka shumë. Po ishim me cilësi shumë dopt. Sikur që sot që janë. Edhe jashtrova një detyrë, thash, sot do vjetë që zgjatën, une do t'i gjej të gjithat originale. Prej burimore, dhe më thonë, kush e ka vizatu, apo ku gjinden, në cilën muze gjinden, apo në cilën arkiv, apo në cilën liber, edhe ajo ka qenë një sfit për mu, ndoshta gati 10 vjeçare. Punë kolosale. Gati 10 vjeçare. Edhe për shkak asaj, unë kom kalu, Italinë, s'kom lënë vetë bashku, sa që isha edhe në Firenze, me pranverën, me shoqen time, aty ku gjidet ky portreti kryesori Skënderbeut, është në Galeria degli Uffizi, ku për atë moment ku ishin me qindra mija turist, ishte pa mundër më fut aty, në arkiv po flasin, se ne e pam pikturën për zgjalli. Po, në arkiv gozë vështirë. Po, me hynë në arkiv aty ku jo të digitalizora të gjitha, ishte totalisht e pa mundër. Edhe duhet pagush, apo? Edhe me pagu nuk ki shans me hi, sepse ajo është administrat, sikur me hi në zyret e Luvrit, me hi të drejtoria, dhe më tonë totalisht e pa mundër. Por kom pas fat shumë të madhë që tek dera administratës që ishte këtë mrapa, doli një gru pak më vjetër, një zoj, një italiane, edhe një afrova thash në anglisht, normal se italisht nuk e di aty këtu dishka, thash zoj, thash më falni, thash, një pyetje thash dua t'ja bëj. Tha po urdhani, shumë e mirë. Tha urdhani. Thash është një portret tash në katin e dytë në Galerinë Uffizi, thash për të cilën tash jam shumë interesuar. Por jo me pas, unë isha e pash, po unë po du me e pas një kopje digjitale të originalit. Tha po, pse po du, thash jam studius, atëre veç isha të marrë me kaj këto punët e mija studioze, tha, prit, tha veç pak, më shikoj, më bind. E tha me mu. E ta shkum krejt me një pjesë tjetër ku ishin ta karabinierat italianë, dhe më thonë rishti pare, rishti dyte, rishti trete, skeneri pare, skeneri dyte. Edhe erdha të i pari kalon, se aja ishte ati Lifarshefice, nuk i di, halos sot nuk i di qëfar pune ka pas. Nështë ka qenë drejtoreshe Galerisë Uffizi, ajo quhet galeri, po është muze. Ajo është sikur Louvri i Parisit, Uffizi është i Italisë. Aty i ki Caravaggio, Leonardo, të gjithë. Edhe më lënë tek hymja kryesore, ishte një dritare madhe, edhe një police, një italiane, një gru. Edhe kjo për thotë, këtë djarë ka mu taku me dritoreshen e arkivit nesër në orën 9. Se unë e bonat të kërkes. Tha po qysh, tha të lutëm thire, tha dritoreshen, ajo thiri me telefonin, zbriti dritoresha poshtë. Suzi Piovanelli. Një zoj, kështë një satanike pak. Tha, yes, how can I help you, sir? Ajo natë anglishtën italiane. Tha, shumë interesum tash vetëm për një portret digital. Thash, unë përdu me pa. Edhe përdu ju me ma dhoni kopje. Ose me ma shit, ose qka do ne bëni. Tha, okej, tha, nesër në orën 9, tha, janë, tha, ju presim këtu. Unë e jo 9, në 8 unë aty. Aty? Fletëm në Firenze, bile bash afer vendit ku ka jetu Dante Alighieri. Shtëpi e vjetër, 100 vjeqare, 300-400 vjeqare. Edhe të nesër në shkum atje, tash nuk ishte e policia, po ishte tjetër kush. Po kjo mu ma dha me shkrip, me një cop letër e shkrip, që personi që kjo do të vjen nesër që ka qora do të akot me këta. Edhe unë e në gjamë ato, tak kështë, so në italius për di, edhe ajo tha, okej, edhe thiri Suzin, zvritja jo. Unë për thiri Suzin se ajo ashtu u prezentu, nështë ta Suzana, ku ta djone.
Edhe shkum katin e 3-4 nalt, në ndërtes shumë e vjetër, ashtu bashkë kohës së rilindjes italiane, hynë mrenda edhe Renesansës. ajo pe hap atë monitorin, pe dhes, kompjutorin. Tha, okej, tha, tregom, tha, cili është ai portret. Në ndërkohë, une, pasi që unë dave me ta një ditë për para, në atë katalogun e madhë me një librari, e shfletova edhe gjeta portretin e Skënderbeut të vogël, me të gjitha shënimet edhe me kodin. Kodi ky, fotografuar këtë vit, ku ta diun, ai ishte bardhëzi. Unë ato fotografova me telefon, edhe për thom, Suzi tash, ja, kjo është. O, tha në kish shpëtu, sepse aty ishte një gabim në përshkrimin e tij, nuk ishte Skanderbeg, po ishte Skanderberg me R. Skanderberg. E këshin shtu një R, ja këshin huq. Edhe nuk ishte George, po është Georgii, me 2 i janë, në më tonë edhe nëse e këshe lyp, nuk këshe mujtë me qitë. Po la faka që unë e fotografova, edhe kërku me kod, u gjetë. Edhe ajo hyni mrenda edhe hapi. Edhe momente, ajo ishte aq e madhe, aq ishte me cilësi fenomenale, sa që kur u hap vetëm syni i pikturës, do më thonë, aq ishte gjigante fotografia. Se ato e fotografu të gjitha, se ajo ishte njena për 78 portreteve të Galerisë Uffizi, të cilën e ka punu Cristofano Daltissimo, kopjusi maj madh i kohës së Renesansës italiane. A ishte vetëm kopjus, ishte një fratër që ka punu në qytetin Como të Italisë, dhe ditash historinë. Edhe, unë kur e pash, ato plasaritjet e pikturës u pa edhe ajo vraga e plagës e Skënderbeut që e ka qëtu afër, ishte qaç e qartë, qaç e mirë. Edhe unë fillova mu dridh për shqetësimi që më në fund e takova portretin e parë Skënderbeut. Wow! Tha, më falë, tha, po pse tha po shqetësosh ka të shumë? Edhe i thash, po, thash, lutëm, lema mu ma usin, une po du me livis, une po du me, edhe ula në gjoj, në tokë, edhe kështu dore nalt, edhe peshqoj portretin. U qmenta, këtë gjithë të qërpiku shide, gjithë të fije flokut. Edhe, tha, po, qka ka këj qatë shumë, tha që ti po kërkon, tha me pas. E u mendova, si ta spjegoj asaj, thash, ndigjo, tha Suzi. Thash, pas qenë ky personalitet, që i gjithë që ka strioti Skënderbeu. Thash, unë e ti sot do të flisnim turqisht. Thash, Skënderbeu i ka bo balë, 23 vite i ka bo balë për Andorisë Osmane, edhe nuk i ka leju që sepse ideja e Sultan Mehmetit, Sultan Murati ishte të pushtoj Romën, edhe këtë kishën e Shëngjergjit në Romë, thash, ashtu që Shënt Pjetrit, më falni. Edhe, a tha vetë, do të vendosi, tha, kur të vi, do të vendosi qalmën time, tha, për mi kupollën e Shënt Pjetrit. Ashtu që dëshira ti, edhe faktikisht, edhe pas vdekjes Skënderbeut, Sultan Murati II, ai hyri në Itali, për 6 muaj, pat beteja në Trani, në Barletta, në këta diune, por pas sukses, sepse Skënderbeu i nali pushtust për 23 vite, ata atje për 23 vite u përgatitën për luftë, e ashtu që këto e sfigova, tha pajtohë fëllësisht. A qëta njeni është puna jo të përfundon në biblioteka, si në New York, apo Rome, apo... Po, besojmë për shembull, gëzimi im më i madh ishte kur kom dëgju që libri im ka shku në bibliotekën më të madhe në botë në Washington, ku janë të gjitha librat edhe njeni prej në vendeve kyçe është edhe libri im mbi Skënderbeun. Është gjithkohë, është në të gjitha bibliotekat, ju e keni këtu me siguri edhe listën, janë diku një 20 ndoshta. Po. Në Romë, personalisht, unë e kom ndërzu. Edhe ishte aty në atë pritorën, kryesori ku ishin ta administrata, unë shkova me çantë, me pranverën, edhe buongiorno, hynë brenda, edhe tha, urdhoni, tha, ata kanë ndu që na kena shku me marrë në një libër. Thash, jo,
Tash Ka unë marrë po me- marr thash me janë. Me afru një libër. Tha më të shohim sepse atje kanë sheshin, është sheshi Skanderbeg, e dini ku është monumenti i madh i ngritur në 1949 nga kush ka qenë ai. Në atë kohë edhe kemi edhe portretin e famshëm aty afër fontanës Trevi, ku ka në Palazzo Skanderbeg, ku është ajo rozeta e madhe, portreti i Skanderbeut që është punu në kohën e Skanderbeut. Në kohën e Në Skanderbeut. kohën e Skanderbeut. Ashtu që ata janë shumë Edhe plotsu. dorëzove. Edhe dorëzova E dorëzove kur e vet, kam pa dora tha, vet. Tha, ju po na jepni, tha, po na falni këtë libër neve? Thash, ty jo. Thash, ndërtesës me japoj, tha, uso tuta, thash, më s'pemeraj pe qënë shpe. Thash, jo, thash, bibliotekës, Këtu, këtu, thash, po bibliotekës. fali. E u qunë të gjithë në kame për shëndet, na për qafun, o, fali me kjo, tha, dhurata ma e madhe, tha, që kemi mujtë me pas të nërët. A sa e Ashtu bukur. që, faleminderit. Hadjan, paralelisht me punën tënde që as se kena asnjëherë. E vlen për një punëtor të madh kështu. Hajde, qka është ajo? Ke ndërtuar një karrierë të fuqishme muzikore, a? Po. E fillove Fillova me shemin, me ilirët me fillova. shem, me Ilirët, a? Me ilirët fillova. A ishe Ilirët apo si grup një herë? Ilirët fillova. Ilirët ish. Se faktikisht, une ish atëre, kur kom fillu 17 vjeqar, si gitarist i ri, si talent. Ishe instrumentet erdhën prej Londres, Gibson Les Paul-i, përforcusi që në atë kohë ka qenë shumë problem me pas një instrument të mirë. Po fat jam, nënën theme du të me ju falë në gjithë ditë. Aram kom Ajo e bleki, ajo më ka blek gramofonin e parë, më ka blek këta plakat e Beatlesave për ditëlindje. Do më thonë, më kanë ndihmu si cilën aspekt. Edhe e fillut me shemin, edhe a? unë atëherë isha gitarist, fillimisht ishta me një band i cili është quajtur Moon, The Moon. Ata ishin shumë atë vjetër se unë, edhe me ata ndjem, por pa naj sukses të madh. Edhe Shemuki mbet pa gitarist. Unë Shemuki kom thirë. Ne? Tha, Luki tha, Shemi tha këtu, atëre veç kom ditu në për Ilirit. Ilirit veç kam pas, Meritën e kam pas hit. Merita. Do më thonë, Merita ka qenë, edhe një hit. Së më këtu atë cili. 2 këngë kam pas. Edhe më thirë, tha, a je interesum, tha me arë, tha me bo, më tha muzik, tha me ne, tha se kemi nevoj për gitarist. To shpomëre, atër ishte Agimberi ishte në band, me te ishte Shemi edhe Preni edhe Tara Naseri. Edhe unë e fëmimo, krasimet, ata ishin këtë pleqë për mu, veçanisht Agimi, ha? Me Agimi tash kom bashkëpunu për një libër të Agimit. Ja kom dizajnu një libër e përshëndes Agimi Shekit. E kom pas musafir. Po, Agim E kemi shpalos. Edhe fillon provat, e maj mend, fillon provat, edhe besoni që me 3 provat e parë, unë i mësova gjithë repertuari. A gjithë repertuare. Repertuari ishte Qëndrove gjatë me shemin? Me jo Ilirët? shumë, ndoshta një 6-7 muaj, 7-8 muaj. Se goxha ke lëviz në për grupe, Po, a ke lëviz 6-7 muaj, po problemi se ka... të kërkonin? Po, ka qenë problemi tek pagesa. Shemi ka qenë pak do shtrengut për pagesa. E ashtu që unë e hetova me kohë. Tha Shemi, thash, mësëm, letash pa pare, se unë e di që kjo, që kjo giga, apo që kjo tezë, kësi thash, kjo ka mu pagu, sepse bënu muzikë për, ishte një takimi i matematikësve të Jugoslavisë, të ri. E ju muzikonit pastaj. Edhe na për takimi bo muzikë, normal, edhe ajo unë bajt në menzën e studentave. Kati 2 menzës, i hekën të gjitha tavolinat, Po. të gjitha karikat, edhe aty kemi majtë, parëm do, se sot njerës asë që din që aty kanë majtë koncepte. Janë bajt shumë brëmje Do më thonë, koncerte. po flasim për menzën, katin e 2 të menzës. Edhe ajo ishte njona për arsyve, këto ku nuk e kam thonë, për që për thomë haptas, jo pëse Shemi nuk është më gjallë, po është interesant që ndoshta edhe unë kom qenë pak i ri, pak kokfort, pak kutadine, ajo është e arsyeja pse unë dola prej Ilirëve, edhe pse kom gabu. Pastaj shkove ku? Mandej me njëherë pas asaj, po jo si gitarist, si baterist për Minatorin. Minatori. Për Naser Gjinovci. Naser Gjinovci. Ashtu që me Naseri kom qenë njopë, ndoshta një vjet me te... Po pastaj? Mandej, shkova ushtar, pasi që e kryva ushtrin, atëherë kom fillu e kom bo bendin me vllahun tim, grupi Manifest.
Manifest. Ka qenë hiti madh i 86-7-s, Vash Pandjenja. Mande kom qenë baterist i grupit Tente, kur Lapa nuk ka qenë aty, Niko, mande kom qenë për fillimin e fundit, mande kom qenë edhe për disa bendet tjera, por kom qenë edhe baterist i Studio Radio Prishtinës. Studio Radio Prishtinës. Të më thonë, ka pas shumë, ata nuk më kanë angazhu drejt për drejt Studio Radio Prishtinës, po më kanë... Kur kanë pas nevojë? Kur kanë pas nevojë, më ka thirrë, por një njeri i cili më ka angazhu shpesh ka qenë Agron Berisha i Shkupit. Agron Berisha, Edhe ashtu që Agroni sarë që ka pas, a ishte edhe lunt edhe rolin e producentit. Ishim bendet të reja në atë kohë. Edhe kur vinin bendet të reja, ata bateristat që, na pedim që baterit janë temeli muzikës. Absolutisht. Kretë ndërtohen për mi. Se bëjmë do. Edhe nëse një baterist, djali i ri, nuk mund të krynte punën ashtu si duhet, luan, eja. Ashtu që, kjo, mandej kom bo muzikë edhe në Turqi një kohë, si ju thash pak ma herët, edhe mandej, pas luftës, periudë, më thonë, 99 dhe këndej, kom fillu më njerë në Zanzibar. Zanzibari kom po një vjetë e gjys, 3 herë një javë kom bo muzikë. Dhe s'keni bo atë politike në Zanzibarit, s'përzishtit atje në... Ja, pësu, a unë e bole kom adhe. Projekti me djemë të tu është shumë unik, është shumë i veçanë. A është ma e letë, a është ma sfiduse me punu me familjarë? është ma sfiduse. E kështë provu me vllaun më herët, po? Po, me vllaun, po. Abo tash, për shembull, kur kom fillu me fëmijët e mi me punu kur ata u rritën, u pjekën. Edhe secili prej tyre multi-instrumentalista që, domethënë, nuk kam problem, veç ndoshta trumpetën nuk di me radhë, se instrumente tjera të gjitha. Të gjitha? Edhe kur kom fillu me ta, unë ashtu kështu jem perfeksionist, sa përket artit, po flas. Domethënë, arti, përgjithësi edhe muzika si art, jam shumë perfeksionist. Në universitet, a je kërkus kështu? Jam kërkus, jam hullumtus, edhe jam titullin e kom studius. Studius? Edhe kom kërkus shumë për fëmijëve të mi që me të qenë preciz, me të qenë pedant, se përket muziktimit, mos me pas kur farë notat te për ta, aqë sa, ose vetëm sa i nevojitet, vetë je muzicient e din, bashkë me Zojen Mihrije, në falë që ta ku këty shpine, po. Edhe ashtu që kom pas kërkesa shumë të mëdha që edhe tonin me pas të mirë, edhe tash për shkak të fëmijëve, se njëri baterist, tjetër gitarist, atëherë mu ka dashur me i ra basit. Ashtu që bona basist, mos me thonë me zër, për tash. Edhe bonëm një band trio, po para fëmijëve të mi, unë hithat fillun, e bonëm një album, me muzicientat e me nderimin e Teomanin e Kutadiune, bonëm muzik, më dhe na u bashkan gjitë edhe Xuzi, bonëm hithat, featuring Xuzi, bonëm shumë koncerte poshtë e naltë. Edhe unë e dola prej aty, se ishim vetëm cover band, do më thonë band i cili ekzekuton të vetëm këngë të huaja, ashtu që unë vendosa tash hajde provojmë tash diçka na tonën, edhe po përveç që bonëm muzikën tonë, që e kriju me inqizum spotin e parë, atëre e inqizum edhe një album i cili është blues album, është një blues album për shkak të cilit na e patëm një turnej të mirë në për blues klubet, jazz klubet në për Gjermani. Madje vazhduam edhe një për 10 vite ndoshta Prishtinë këtu në për, madje ishim në për festivale të ndryshme si Tiranë, Shkupet. E bukur, ke interesant shumë. Por edhe madje tash është interesante para se më përfundu, domethënë puna me djemtë e mi, ata veç filluan me bë bendet e veta. Edhe i pasi po blargohen. Kadar. Kështu që Drini është jeton në New York, është edhe ai multi-instrumentalist i grupit Syt, të cilët i kanë veç 3 albuma, 3 CD-a i kanë të mira, 2 i kanë botu këtu, 1 e kanë botu në New York, tash kanë pas promovimin, edhe tash është një band i cili është në ngritje sipër. E që i duhet rokasën për të
Do të marrin pjesë tash do vinë komplet bendi, do vinë të gjithë menaxhmenti amerikan bashkë me bendin, do të vinë për festivalin Sunny Hill, do të performojnë këtu. Edhe unë i mirëpres, me nxipres tash djalë më së pari, këta tjerë ma vonë. Në Dukagjinin, a ke pas në grup në jere? Unë me Dukagjinin ku bashkëpunu me... Keni muziku bashkë? Po. Është një këngë cila quhet Dukagjin, Lipa, babaj, Dua Lipa, që ta dinë në opinioni sa i pak është manifestu si... Kër e ka qëzu Oda albumin e dytë, po, tek ky Florent Boshnjaku në albumin, atëherë ka qenë një këngë e cila është dashur me ekzekutu me gitarë akustike. Edhe ka qenë vetëm këto perkusionet edhe gitarë akustike. Edhe pse Valion Gashi ka qenë gitarist aty, po Valioni është ma shumë shredhe, është ma rock and roll, s'fotom që ai nuk i kishte radha, ai kishte radha me siguri njëjtësion, po ata kanë pas besim te unë. Kanë se dora Luani to çajo, s'ka neve na vjen. Edhe Florenti më ka thënë, tha atëherë na kena thirr Plumi. Plumi tha, Luan tha, kemi një këngë, shtu që është vetëm vokali i Dugit, babes Dua Lipës, edhe gitara ime. Edhe gitara. Kënga është në YouTube, quhet Ndeja. Ndeja, po. E ato mundën e shumë këngë bukur, shumë edhe Dugi e ka kënu, po besa edhe unë gitarave kom. 3-4 gitara një me një, do më thonë janë të mushta me instrument. Luan Tashi. Rrëfim i bukur e tregim me shumë përmbajtje. Jetën e keme shumë përmbajtje deri sot. Unë mendoj që ka shumë sene të cilat nuk i kom thonë, cilat i kom harun, ndoshta. Pse si ke shkru? Po, tash, kur përkthej filmin ko, pas ka thonë, pa dhe qkja. Tash si profesor, edhe artist, qëfar mesazhe do t'i jepje të rive që duan t'a ndjekun artin? Unë jap disa landë në fakultetin e arteve, edhe kjo gjenerat e re, do më thonë 18 vjeçar, 19 vjeçar, 20 vjeçar, që aty i kam, janë fëmi të shekullit 21. Edhe fëmijët e shekullit 21 nuk kanë durim për me marë njohuri nga dalë. Shpejt. Këtë si në TikTok, 3 sekonda, 2 sekonda, ato video cilat i kalojnë. Ashtu që edhe unë po duhet me pas durim për shkak mos durimit tëne. Që t'i jap një njohuri pak më të gjanë, pak më të madhe, një kulturë ndoshta evropiane, se gjithmonë marrë shembuj. Jo kjo, marrë shembull filmin, marrë këto, marrë teatrin, marrë shkrimtarët e tjere, poetë, që t'ja jap një diapazon pak më të gjanë se sa vetëm vizatimi edhe punimi me mouse. Atë jam të mundu që, unë të mundu maksimalisht që t'jap një kulturë pak më të madhe se sa vetë njohuria e një vizatimit. Apo një skice për një branding, apo për një logo, për një krim, për një... Por kom hasë në shumë talente, mu imi të regu në drejtë, sepse gjithmonë në fund të majt e kemi ekspozitën e studenteve, cila mbahet në fakultet, edhe atëherë shë ka fundi, dhe më thonë, kur fillojmë i dorëzu punimet përfundimtare, atëherë shë se sa kam punu. Sa ke punu. Se gjatë punës, kur nuk jam i knaqën, gjatë jam i pak knaqën, gjatë më lypi maksimumi për të ne. A kemi brum, kemi materi? Kemi, ka shumë, jo shumë, normal, janë gjithë, se aty ka ndoshta 50% që vinë që hatri prindve për me studiu, dishka, por ai 50% tjetër, edhe prej aty, gjysa aty në, ndoshta më me thonë, diku një 30% studentave i kam që një men dëshirojnë bënë artiste, dëshirojnë të miren me këtë zanat. Unë e zanat, për thomë, sepse krijimi i një veprës artistike, një librit, një dizajnit, një posterit, ajo është zanat. Do më thonë, është zanat cili duhet me punu çdo ditë, me mësu, pajisjet, ato gjitha aplikacionet, edhe kombinimi disa aplikacioneve. Jo me knoqen me ta, më përgjithësi po. Profesor, s'ke hezituar, s'ke reshë së punuar, një optimizëm i pafunduar që ta admiroj, absolutisht. Nëse do të kthehesh pas në kohë, a do ta zgjidhit në njëjtën rrugë? Bile edhe ma të gjatë edhe ma të gjanë. Edhe ma të gjanë? Me siguri, sepse e kom dashtë artin të njëtën, të gjithë të sferat e artin. Unë e du shumë filmin, e du shumë muzikën,
Nuk ka natë që nuk e shikoj barem një film. Një film. Për shembull, filmat italian i adhuroj, filmat francez, po flas për filmat 50-ave, 60-ave, ku kënaqem. Se këta filmat shumë komercial, aty shikon e aty harron. Po nëse shikon për shembull ndonjë film si për shembull tash vjedhsin apo bicikletave, Bicycle Thief i viteve fund 50-ave italian, atëherë aty sheh artin filmik. Ata veç klasik, a? Ata Unë që në qenë gjigant. Unë e shumë i du klasik. E kanë bajtë elitizmin shumë lartë në... Çfarë ëndër ke ende të paralizuar? Gjamne, njeriu të jetën e ndron, edhe pse mendon që ka arrit me një stat, por jam hala i ri, 61 vjet kam. Absolutisht. Po, besoj që... Unë çdo vëri me kam tani i bëfsh 120. Ja, shumë 120. Jo, nëse jemi fort, okej, por nëse atëre... Ma mirë me shku me kohë. Mos me mundu rrethin. Çfarë ëndër kam? Kam ëndër... Nuk di besa se shumë sa në njeti kom përjetu, të cilat kom dosht me i përjetu, i kom përjetu. I ke përjetu? I ke sprovu? Ndoshta kisha pas dëshirë me hyp me një anije, me një kroqeve, me hyp në anije edhe me shetit, në përmes detit me shetit mut. Me shku në Kubë, me shku në Amerikën Latine, me shku në Azi, me shku në Australi, me nejtë një dit aty, 2-3 dit, jo ma shumë, edhe një vjet vetëm me utu. Ato kisha pas dëshirë me u. Nëse pysim profesorin, studentat i do. Po. Të duan? Shumë dojnë. Ata mund për qafin. Ata mund dojnë. Po, ata mund dojnë. Bile disave i të ndëju në të në eme. A? Po, jo profesor, Luan. Amo, vetë kur jemi, kështu, me të jam. Me gjithatë, me thamë drejten, të kam edhe gjeneratë, të kam krenari, dhe kam dëshirë edhe të thëmë profesor, si e profesor universitar. Dhe kjo shumë e bukur, po, kush është Luan Tashi jashtë artit? Luan Tashi jashtë artit është një gjysh i dy mesave të cilat i adhuraj. Emra të kam Nata, është gati 3 vjeqare tash. Nata, emër i rau. Nata. Jom vetëm 8 emra Nata, se kur dul kjo lista e emrave, vitin e kalum, Komuna e Prishtinës apo Ministria, e gjetëm Natën, edhe ishte vetëm emri 8, i 9, me rënd. Egzistan, edhe Iris, i ka bo 2 muaj para disa dite. Që dashuria ndaj mesave, ndoshta botë... Gjyshi dhe gjyshja shumë të ri. Po, jemi të ri, relativisht të ri. Ka në falenderon kështu për që të kam shtet në jetë, nanën e kuptum. Po, për nanën, që t'ju ka ishte kaftin në vete. Jo pse... Ke mendu ti kushtosh në do një vepër nga jo? Shoqja ime pranvera ka qenë gjithmonë dora ime djathtë. E djathtë. Për si cilin gjatë. Të më thonë, sa që... Ka hjek shumë e ty? Po. Ka hjek, a? Sepse kom pas kërkesat pak më të mëdha se sa që... Tash, për shembull, kur më ka ardhur një ide, do të më shku në Sofje, se kom dëgjuar që në Sofje, në muzeun këto, ekziston një portret i Skënderbeut. Du të shkoj. Aja me njerë, booking, bileta, bam, me njerë. Du të shkojmë në Rom, du të shkojmë në Firenze, du të shkojmë këtu, du të shkojmë në Kutadione. Ajo gjithmonë i ka siguru vendet, i ka bo gati, edhe gjithmonë ka pas offer, edhe qëka do që kom pas të veja, po New York, apo kur kemi shku në bibliotekat e ndryshme, në arkivin, në livrarin, bibliotekën e New Yorkut, ku kom prit ndoshta me dit për me u fut në ato podrumet e mikrofilmave. Është pralla gjate, për një portret Skënderbeut, unë baba kemi javë ditë kom vrapu, por sot është liber, është originali, ku djetë autori, djetë viti, djetë vendi. Kështu që pranverën e kam mbështetje ende, sot e kam mbështetje më të madhe, ato nuk e kam vetëm grua apo shoqe, ato e kam shok, e kam mik, e kam jaran, e kam dost, e kam njeri cili më kupton, me cilin jemi 36 vite i patëm tash me 14 prill. Pranvera, deri sa po të lavdon. Ne po të përqafojmë për një gjuar profitit për istume. Edhe disa vite para këtu më qëtë gati 40 vite jemi bashkë. Ke pas shumë miq në botën e muzikës, po
kush kanë qenë miqtë më të mirë? Sepse absolutisht tani në pyetjen e vazhdimit kemi një gjë të jashtëzakonshme të bukur që e ke bërë kohëve të fundit, mas shumë këngëve, realizimeve e punëve, me sikur e ke ringjall një frym, një ndjenjë të një raporti të mirë, miqësor, njerëzor, po edhe elitar në botën e muzikës me Violet Rexhepagiqin, që Eduard Trokasi, që më tjetër dhe i bërë në homazh me shumë gjuar përshqitje për artin e saj, për emrin, për... Unë me Violetin më ftu bashkë në fillimet e karrierës saj, do më thonë po flasim për vitin 1980-1981, kura e filloj me u marrë muzikë edhe e formoj bendin e para, po grupin muzikor Vivien, bashkë me Iliriana Rizën. Me siguri të kujtohet, Iliriana është në Turqi, mandej në New York, është në LA, që një kohë shumë gjatë. Ajo është këngëtarja, faktikisht këngëtarja parë shqiptare, e cili incizoi album, plak, në gjuhën shqipe, pop, po flasim për atë. Pop. Edhe Vivieni filloi me punu edhe e vërejta që ka brumë shumë në këto dy zana kaq të mirë. Edhe u njoftova me Violetën, më thonë ishën 5-6 vjeçar në atë kohë, as 17 besa. Edhe ajo e ka pas një ide që të bën një band pas Vivienit, një band. Edhe kjo është periudha para se të fillon kjo të këndon me Armendin. Armend Rexhepagiqin, vllahun e saj. Por une kom qenë shpirt gjithlan shumë, ashtu që s'kom mujt me u koncentru me bo band me Violetin, ajo ra prej kombinimit, edhe ashtu që në mbeti shoqëria edhe pse ajo është 10 dit para me, maj vjetë të sol. 10 dit? 10 dit, ashtë e kishë po, 10 dit. Dhe më thonë, unë me 25 shkurt, ajo është me 15 shkurt. Edhe në kam betë shoqënia, mandej ajo filloj me muzikë, me këngë, poshtë të nalte, boni super hite, sa që edhe 2 herë konkuroj për këngën e Eurovisionit, që normalisht nuk u pranu, nuk u pajtu Jugoslavia saj kohë, viteve 80-ta, sepse këngën në gjuhën shqipe, edhe fundit në Beograd, herën e fundit u prit shumë keq prej menaxhmentit të organizatorëve të festivalit, edhe ajo u dëshpëru ekstremisht shumë. Kjo ishte 2 vite para se mi fillu lufta në Jugosllavi. Edhe vitin 87 ajo incizoi këngën Vjollcat, cilën unë e kom adhuru atë këngë. Vjollcat. Thosha, o zota, vjen një ditë koha, unë me këndu atë këngë. Ajo ka qenë një ëndër për mua. Edhe vitin 2020, bashkë në kohën e pandemisë, në fillim të pandemisë, ajo ndroi jetë. Edhe pse me shëndet nuk ishte shumë mirë, veç harova të tregoj që edhe ka qenë gazetare, korespondente gjatë luftës, një gazetare cila ka bërë shumë kësi intervista me njës shumë të njoftën të asaj kohë me të hujtë, kryesisht. Si dhe arriti në ngjarjet më të rënda të Kosovës t'i lançojnë rrjetin ndërkombëtar, shumë shpejt. Ashtu. Edhe mbasi që... Ishit marrë vesh që do t'a bësh ti një ditë të këngë? Po kemi bisedu për këngët e saj, shpesh e kom përmend tash. Dëgjoj, kjo këngë jote mu më shumë për shtypi se është pak e ka melosin e jugut Shqipërisë, e ka ato është pak toske, mande ritmi, e ka edhe ritmi është pak i çuditshëm, nuk është 4/4 standard, do më thonë, 3 ritme faktikisht i ka kënga, edhe kemi bisedu. Por masi që ajo nuk është mo, atëherë unë e fillova, faktikisht kohën gjatë pandemisë unë e fillova me punu këngën. Me punu këngën. Për shkak kësaj. Fillova me punu këngën, por nuk isha i sigurt që do ta përfundoj. Thash, unë po filloj. E çka të botë në të botë. Edhe tuparin apo baterit i programova, po nuk më pëlqyen sepse ishin shumë sintetike, shumë mandej ato të njëjtat mi programoj Drini, edhe ato nuk më pëlqyen. Mandej një shok imi në Rom i punoj me edhe ato nuk më pëlqyen. Jo pse e Ramona ka qenë mirë, po tingullin e kishte ashtu i tupanit
të drunit, natyral. Edhe çka i hynë Çfarë kom vetë. lypën? Atëre. I hyna vetë. Vetë hyna, kështu që studion e parë incizova mirë ke, por teknikisht kam pas disa zhurma, disa sene, mande incizova në studion e dytë. Faktikisht vetë tupanin e kom punu, apo baterit 5 herë. 5 herë është punu e ripunu, edhe herën e 5 është kry, por pasi që kom incizu komplet, do më thonë, kretë instrumentet është dashtë mira, më staroj Visar Kuqi është violinist i këngës, a i ka qenë mësafirini edhe shkru në fund të spotit, dhe i falenderoj përzemërsisht, i cili ka bo një punë kolosale. Jashtëzakonshme, ja. Fenomenale ka bo. Edhe na veç i japim dorë trofitje fritë. Kjo që bashkëtori punit është Visari, me cilë kom pas edhe një bashkëpunim, kërë kom pas për promovimin e ati blues albumit, është edhe koncerti, është 2 orë, ku kom shumë mësafir, Flaka Krelanin e Poqin e ku ta diun e shumë këngëtar e instrumentalistat famë shumë. Është koncerti i cili është marrë në Teatrin Oda, e një pjesë është me akustike, ku kemi performuar këngët e viteve 50 blues. Blues. Me Visar Kuqi. Me Visar Kuqi. Ashtu që kjo është hera dytë që me të Kur të kam marrë në telefon, të kam thonë kam dëshirë të mi këndosh 2 këngë, dhe pastaj Mirje, e kemi mbyllë bisedën, më ka marrë procedurë, i ka thonë, unë do ta këndoj, gjithësisht do ta promovojmë në Odon, sa është promovuar ajo këngë, këngën Vjollcat, dhe do ta shijojmë bashkë. Kjo në realitet është një nga dhuratat më të bukura që na bën profesor i nderuar sonte. Na ka thënë gjëra shumë të bukura dhe jam shumë i lumtur që të pata musafir. Që të zura një ditë. Edhe unë shumë i kënaqur që më qerdha këtu në këto hapësirat e juaja kaq të bukura të bardha. Edhe kam qef me përdorë fjalën në glamuroze kështu në. Shumë faleminderit që ishe musafir, do ta ndjekim bashkë, sikur na e kishe interpretuar këtu, edhe do ta duar trokasim bashkë. Unë ju falenderoj gjithëve. Këngën Vjollcat të Violet Rexhepagiçit, e që na e rikthen si një krijimtari, si një gjë shumë të bukur, e cila ka vlera edhe sot, edhe nesër dhe se tjetë jeta. Shpresoj. Faleminderit. Faleminderit. Asje fjoll da ranë, dorë nuk na ranë, dorë asje fjoll. Ai që në mjeku fjet nuk na takoj, unë të ti s'kempi asje pik. Atre nushat rrugët prona si kanë qet, jo nuk i kanë qet mbetën vet. Lule vjocat nuk i këputën vjocat, jo nuk i ngucëm, jo si prekëndot. Falë sotit vetëm u deshtëm shumë, falë sotit veç shpirta tonë, ty falë sotit asgjë nuk
Qafë instrument kështu? Probleme po kam shumë. Ha? Ngë. Kjo farfshise kështu, ha? Problem, Bob. Në familje problem. Ha? Me femra problem. Që me femra! Me bia problem. Me bia dim këta, mo. Në këtë botë kalimtare, s'po muj me kuptu, Bob, sprovësht. Spro, valla. Nuk e kum dosht fshisën me po me sy. Edhe? Tash pe dashuroj. E du fshisën. Ani mirë shumë. Unë e pi familjes na em kur gjës këm shef. Gjithë që kum kalzu rrugën e drejt, jënë mënu me mbesu dhe se jënë bind. A po, ha? Ama na em, me më përzin kërë nuk kam qef. A jo, ha? Kërë jo personale, Bo. Po, dhe po. Në kërë temen, pse pelon shpesh kërën? Që? Qa ko lidhje mërë, unë të shpia kesh nuk pido kur gjë. Jo. Pi respektoj kitë kushtet pi kry. Jo, për shpesh pelon kërën. Që. Një shimera pelon. Që. Plus një ditë bike shishkova me lo kërën. Edhe? Ta shtaloj edhe jashtë edhe mrena. Ha? Pse bre djoli jam, po dhe me hargju në gjyrën kërët krejt, të e lo jashtë e mrena. O, Bob, ma mirë është me lo kërën, se me të nëzona i kime në kërë. Naim, unë e kuptoj nuk është letë për një moshkull, me shku mishti njerë në ato lorje, e me te kopat fshis, e me him ropa, e me ti fshi kimet, vërte. E nështë të karona i vët në për kere, e me te kop shpëzërën me te shkum, se ka met në i farfilteri me karmen, e rondësh naim. E shtirë. Edhe naim po të koncentrejtu në kam shuqe shumë, shuqe. Shoqe. Kam shuqe me flokt kuqe, me flokt bordha, me flokt zeza, me flokt kaltërta. Hypa e me flokt kuqe, thot qka është kjo kime e zez këtë? Që? Lëndohet, Bob. E lëndohet, po. Hypa e me flokt kaltërta hyp. Thot qka është kjo kime e bordhë këtë? Edhe ajo lëndohet. Edhe ajo, shtirë, valla. Ta shë kom ble fshisën, Bob. Cila kip në kërë, i kam që fshisën? Këtë bësh me doli fshin kimet e tua. Po, të mos vetë. Mëre, na një unë am ca, pse ta tja ki dhe shu që tira që jyp në kera? Nuk po thëm që kom shu që. Po. Po nona më ka thonë, dhe sa ta krysh fakultetin, mës re me qika. Po dhe? E për që ato mës me bu marak, nonën e kam. Ku janë i nona za Bob. Nona di që ka thonë, birë, që e që të ma dënë djallin në e du. Vjekë, si kur tringa, ta ka dosh platurin, se ki qore pa e dosh, dhe miri. Po qështë, ta ka dosh djallin edhe ti dësh me dosh. E me bia, edhe ato për mëdhimet, po mas leti pe kalej me bia. Tu bu me ronë. Pa të në shoqë, që s'pë thu, po një biu kon. Po një bi, po s'po muj me rajtë, se ja kanë mësu flukt. Ajo kanë mësu. Edhe, Bob, një bi në 12 notë, në tyre. Vla mirë mëngjes. Që shbën 12 notë mirë mëngjes? Vazhdoj mutër na po dojna me ropa, shti mirë mëngjes. Ja, vla, si nësë të metën, si s'ko mujtë mi qelë heq. Edhe i spedia është mëngjes amromje. Indi ishja tik, tha ma kanë gjitë. Thash mutër bashkë që gjendjeja, 12 notës ashtë qëhet vlo për mutër. Po? Shkovat e mutra, hina aty, vlo s'po mëj. Unoza e tretë, ma kanë zonë mishin me të 4-tën. Babe, dita 3, 400-300 euro jënë t'i vytë. që këmë t'i dorën nga ketë, i këmë dherë një 400 euro dhe ashtë mutër, që thash më s'po ki nevoj në i terapi. Këm vlo, tash e di që ki, po kur t'i jep vlo të knoqin ma shumë. Moj, thash mutër, se djollit e ki marrë më argjën. Edhe tua se një argjën, moj, thash mutër. A din shuqu, s'moj e smuta, pa ta qitë një kafe s'moj. Telqoj një konga ty, fletërën plumbi për pjetë, vlo jo në martuët si vjetë. Dhe që në marrë në durën, halo, po s'ka të vlo jam i pasër nuk martu në pa budasëm.
E Bob, ku morën për fëndim. Si kish pare, mojnë men. O edhe pa lidhje fële Bob, gjithë mire ki. Më Bob, edhe me që shtë të më javë Bob. A ka dikush me një muhe, bre? A mune dikush me një muhe, bre? Oq, unë të një moj. Falemder ka ke A doli një. mujte, a u lodhe, Ja, ja. që shka lodhe? Mirë, mirë. Oq, për kun ke votu? A ty në tjerve ja ku në. Oq, qapanka! A, Thash oq, qapanka, qapanka! je nuk përnejmë, penzion jam. Oq, po të vetë për shka ke ardhë. Me autobus. A për këpëton, a? Po, mirë. Doktor, Urno. e që kjo vi shko është? Këtu fëmija kam prej, së ko gjokja. Ma shpet. Ska nevoj, ne, ska nevoj. Mirë, mirë. A, muj me fillu, po? Për shka? Po një, shlish. Hajde tjetëri kush është meren, hajde urdhani. Oq, veç pak se aj gutat se janë zojnë venin, Kriministri, pas ka me Hajde, kriministra, mujte, a vlove? A mujte si je, ullë. Po, sa qukën e hajrë, kriministrën. Për haj koft. Koft hajrë. Qka pankon, ku për të dhemë kështu? Në ta na ondë.
Po, a? Mas shumë ti po më therë që tu nërë qeveri. Ha, po, a? Nërë qeveri. Frima mu do. Edhe begjet i ke dje këtu. Po, Pacolli. Qka ke, qka po anë kaj ke? Pidhim ke bashkë në president, që këtu? A për këpëton? Ma ka morë menja. Po, s'ka problem. I kalon. Po, nuk ka kryeministër se aja gjykata kushtetuta, pëtin? E kish harru pak një dritare qelë. E kish rëk era pak, Pacolli, në dy kështu... I ka përcen. Qeveria ime dhe une personalisht, si Kryeministri i Republikës së Kosovës, kam potencuar dhe pra potencaj se kovet e fundit ka presidenca, po merë shumë ftaft, bile po tuta se peljan derën qelë, edhe jahjaga e fryjet, merdhinjet, bohet kaqan. Pasha, zotë më kryeministër, që si renegati ngënjën. Hajde, kryeministër, quvis pak në kom? Po, Shplo pak barkin të lutem? Po, mër jam i hapur, jam transparent për të gjithë. Shplo barkin. Hajde, këmishër pak, s'ka problem, urnoni. Që ashtu? Kryeministër, potencua thellë. Ma thellë. Ma e veç pak, tash të kështu. E ka një problem, e ka një ngërës politik, i cili shkaktohet zakonisht nga opozita. Urno. O, ta lëshaj frimën të marroma! Shur. Liro. Ullu, kryeministër. A po mvesh? Kryeministër, nuk i problem, e ki një fa ngërësi politik që shkaktohet zakonisht nga opozita, mirë po ka bagdhimbje, po kalon me kalimin e kohës. Dalin këtu të fargjanash dhe s'ka problem. Nuk ka problem. Kryeministër, kështu... Urno. A po ki problem me dol jashtë? Jo, nuk kam problem me dole jashtë, se kam pasaport diplomatike, çfarë problemi ka? Po, unë menova kështu në... Ja. Po ti qesë të hopë, ashtu? Të fare? Trumullakt, po. Doktor, Ha? a pjashkru në dëqira, a pjashkru? Jo, pjashkujmë një agregat, Allah i lezoni mësë një jetë. E merë që to, nuk i problem. Sa duhet, doktor? Që me djalin. Sa duhet? Si që, kryeministër, adin që këtu 25 kokra ti ka qitë drejt kë doktori, une po t'jeki pak dishka kështu që 25 euro komplet. Po, mërë. Nashta i ki, po? Po, do të mi pas. I qa Zoti, i qa Bruxelles, i qa Bashkimi Europian. Djali mirë, nuk pas në kësaj radhe tima. Por ti qas për memlin. Me s'mi pru me emli shka... Ja u vjen Bedri Homza me rritje. Ku hajde tjetëri, ku shumë mene? Veç pak ojtë se më i rijem. Urna, ullu. Kusha një lëda, ja, që Jo, fort jo, qka ki, ku po të dhem? O, valoj kusha kur qërse. Jo, a? Jo, tyve. Na, qunë kom, kurse në mas pari, duhet me të kontrolu ty. Po, veç pak. Ja, kush kur që me vete s'ka vëne, thot jam. O, që jo, kështu me veti, po, më të kontrolu, unë ka dal. Ti tho që po të dhem, kryt po të dhem, a? Kryt, kush, trupi, në të në unë të kërqyrës janë. Po, shplohe barkin pak, shplohe. Pse barkin o kush. Doktor. S'ka unë kjo këtu? S'ka këtu kjo? Valoj kush për të kalzaj drejt. Dja jam rej me një 30 vetë. A jam rej, ha? O, kush jë rej për së zi kam. Po shijet, mirë, po shijet. Jam rëzu të ikë. Baba, po shijet. Kush? Nuk jem morë. Shka, barkin të thëtë s'ke? Nuk jem morë dhe kush me baj gore me s'pani, po kam tjetër dërë. Urna. Kusha pitute që ti gripi dera, o që vi thunë. Po s'fa gripit, nuk dhe bjen ty gripi dera. Shkencërisht nuk e rrok. Nuk e rrok, bre burë. Nuk e rrok. Në qka pazosh ti kush që se rrok? Shkenca për e the që nuk të bjen ty gripi dera, nuk të bjen. Po pse kush të mbja mu? Se nuk i bjen kualve gripi dera. është më ku? Ha grip dera këtu. Tash, qërë, ty kryt po dhem... Hape gojnë. Doktor, pëkëshyru pak? Nash pak? Nervazi, ja? Fart nervazi. Më shile gojen. Hape gojnë. Po ka dalë kusha me hopa me mshelë, se si më ka marrëvesh në që ka bërë. Hape gojnë, pak? Pas ka hungën i varkë hutra, më shile gojen. Hape gojnë, pak? Si hoa kush hudra të në. Pa hungën hudrë era kjevë zjena peshe. Pak. Unë të propozdoj ti urgentisht djallë mi me ndru kryt. Ndru kryt.
Jo në ko më kurse s'jem të një mirë ullën, apo mërve. Ky djali ka halucinacione, të cilat zakonisht shkaktohen nga shumë faktor. Unë i jap një terapi që ta përdor kjo dhe besoj që kam i kalu me kalimin e kohës. A je pajtimit? Ka dalë kurse je kam apshtjell. Pse? Unë e kush, edhe në mjekësi ka qa beg i mirë kom dit. E di. Po pesi jem pak pa qef, stash më kanë hu pak. E qëto nacionet, Çka? s'po di qka jam në kush. Tu janë voqë azjes, janë këtu vinë, zakonisht tu vinë 500 faktore, po të kalojt, mos i gale, qore. E pekojt vinë, Tu kush e vinë, bjerë? pe komoranit vinë vetë, po shkaktohen vetë. Ka dalë o kush me s'peskat. Me s'peskat se po më keme tjërë, po shkarizat. I ki të hapa, ashtu po t'i shkruj, i merr ta hapa, i blen edhe i përdor 2 ditje, po t'i shkruj do injekcione që të qenë. Hapat, kur kam i përdor kjo heret apo vën qysh? Hapat i përdor vonë ky, jo, vonë po herët i përdor, me nxjerr shumë herëta, mund që është hershëm. Kush, a e të qohet në 5, sa bojt për gjallë dhe kush? Se në 5, qka për lyp në 5 më quaj këzoj? Vetë që në kush, jo për një dhe të ardurve rap, ti gruz të në shtatë, e thë, pasha rap tu. I përdor sta hapa me shumë kujdes, unë atë lutem më shpejt. I merri hapat, mos harro. Edhe injekcionet që tha, doktor, injekcionet në kradios, apo? Po, a di ku janë hapat? Ku mi gjeto kush hopat, që Në di pazar kjerën, banatore i merr. Ani me s'peskat o kush, se me shveta. Het, shpejt. Me s'peskat. Kush më falë edhe jarë se jam trullov pasha rap të sensi Jo, pati. të qashtu ishe. E, hopat, Po, në kraj i merr, po të? leksionet më në kra. Leksionet, po. Por ti imbarnatore që është me aly, për kradiat për kashmajt. Hajde. Alo. Jo, faqe. Ajni mirë. Ullës tu, ka dalë, mos e ka dalë, ecë mos i O, gale. ka dole se shpejt s'mëj valla. Hajde, ullu. Ecë mos tanin, ec. Ula. A mujtë, pse të ka dalë. Ka dalë, ec. Shlirov, krejt. Qka pa në kënë, ogjë? A? Qka pa në kënë? A? Qka pa në kënë, po thamë? Qa pisket bre? Jem bo 2 vjetë, biro. Jem bo 2 nga dhe të se për ty bërë. Urna. Jem bo 2 vjetë. Po. Nuk po bëne. Qashtu? Jem dalën praver me mirë shumë për shola, muj, ma pre ty mre hi edhe ndimon. Po, ma jo, ka dalë. Sa vjet i ki ojë? A? Vjet, sa i ki ojë? A? O, sa vjet i ki ojë? A përdojnë kjo a? Vjet, ti sa i ki? Aha, vjet. Po, Una? po, So vjeta? po, sa vjet? Aha, vjet. Po, dhe vjetë, mo, vjetë. 72. Qka? Vjet. E si vjet? A? O, si vjet, sa vjet? 72, edhe si vjet edhe vjet. Qka? Vjet. E si vjet sa? 72. Mirë. Ku ki punu ma heret? A? Ha? Dishka, ka një herë për vini, ka një herë për një. Jo, bre. Ngënd ka dhe dishka. Hajde. Nga dhe ti. Ha. Interesant, ka një herë për një, ka një herë për një. Po, dhe më në vesh? A, anive. Po. Kom përnu 15 vjet, ngështo. Kom përnu 15 vjet, Ku? unë Split. Split. Po. 11 vjet kom përnu Kraci. Kraci. Na 16 vjet kom përnu Libi. Libi, ja? A je martum? Ik për, jam i martum, i kom 19 fmi. Sa? 19. Sa? Mi, ki ojë? 19 fmi me 72 fmijat. Jo, bre. Interesant, ka një herë për një, ka një herë për një. Qka po thu, bre? Jo, s'pas ke fajtë. Heke si jetër, heke si jetër. Hajde, se du të të kontrolu. Qu, heke si faqe me doni, heke. Qëto, theu këtë, nështë qu, qka dole? Hale qëto, magni. Shpleo pak shpinën, ma do, thë këto. Va. Qfar po me sim plazma? Shpleo pak shpinën. E tashti. Qure, këtë nga tashti mirë. A besh e shto? Kusho? Na jem kusho, kërkush. Që kja është unoza e mezit myhyrus. A pe kupton? Që shkakton dhimbjen nëpërmjet palcës kurrizore telencefalus të truni vogël, a peshe? Te truni vogël. A pe kupton? E tash te pikë ujit bashkën informatat këtu. E ky oza ma herë tha kam dhimb, ku po tani dhimbta është? Dhimb ta po manis pe korrizi, Po. po këtën ka të qofa. Te qofa. Pe qofe ta stacioni autobusa.
tash do të thonë prej këtu mesi, nga mesi në sulm, thjesht për mbrojtje, sulmon onash. Mirë doktor, unë pe kuptoj, po që tha ky pacienti, tha po më shkodhin terapi kur izi çdo hop, e po më kalën qof, e nerë kohët të stacioni autobusa. Po. Ka po kalë çkedhim, s'pe marr vesh. Tu vesh në pasën në nënkalim, asu s'pe di pse. Mirë, unoza cefalexus këtu e mesit. Edhe një herë përfundimisht. Unoza mesit, sulmon në sulm. Demonstroni i vogël që tham telecefalus, i cili shkakton ndihimin dhe dhimbjen në mesencefalus. Apo kupton? Dhe kthehet mbrojtje, dhe sulmon ka mesi, apo kupton? Domethënë nis 4-4-2, apo kupton? Po, e formula. Ej, a do të turqysh pitana? Jo, pse? Ka për këtu këtu 4-4-3. Shakiti, disponina? Çka ki joz? Apo nin? Jo. A di pse s'po nin? Heke shallin nin, apo nin sa shti? Unë na dil për jashtë, hajde kërkosh. Et. Nerva shkoj, të li farë pacientin një. E, qka pat kë? Kush kjo, ja? E pat këtë trunën dhe më thonë të boshtin korrizore, cili të mëtohet dhe 4-4 dhe Cefalexusi po mekse cefalexusi, i cili shkakton dhim. Dil me lahili jashtë aty, dil me mësë bajgore. Et, qka pat, et. Shoko mërë. Qka pat më një me kjo? Lese, për këshi për jashtë, pat. Kemi kaluar në momente promocionale. Ata vazhdojnë të këndojnë bashkë, të realizojnë bashkë, po sigurisht edhe këngë individuale. Do të vinë sonte në promovimin e këngës së tyre, një duet i bukur sigurisht, Merita Guabari dhe Mexit Avdiu. Hajde Merit, mirë se erdhe, takte. Mirë se bërë, Merita, mirë. Mirë ka qenë këngë e legjendës së rockut. Bile më duket në fillimet e para, ka qenë nga hitet e para. Oh, Merita. Ilir Kras. Është këngë e vjetër ajo, po. Shemi Ilirve, shumë si Krasniqi, Ilirët. Po, bukur shumë. Sonte jemi bashkë këtu, ju vazhdoni të këndoni duet kështu? Po, gjithsesi. Keni realizu shumë duete? Po, gjitha kemi bashkë, disa balada i kemi veçmas, po... Megjith, ku po i realizoni këngët realisht? Më shumë? Këngët fundit jena të i bote Egzant Hasani. Kur realizoni një këngë, të mani bashkëpunim me kompozitorin, sigurisht, po për tekstet, kush kujdeset më shumë? Për tekstet Merita. Unë zakonisht të shkruj. Vërtet? Po. Bukur shumë. Ke bërë shumë tekstet? Valla, po, se cilës këngë kemi punu vetë. Qka bazohë, qka do në nëndirë në tekstin? Po, jetë aktuale, bashkërësi, me emocioni. Po, gjithsesi nga njerë na vjen edhe me qajtë, se janë disa vargjet thurne shumë dhimshme. Ku vjen me qajtë mas shumë ti? Po, të ndarja të bashkë. Me gjitja, po kështu? Jo, të tekstet. Të tekstet e kemi fjallën, po, është emocion ajo që shtyn do njëherë, po. Janë emocione, sigurisht, disa të përjetuara, disa të tjerëve, të rëftyra, të dëgjuara, të letëzuara, sigurisht. Exakt. Klipe keni bërë me gjithë? Po. Keni bërë dhe klipe? Po, këtë këngën që kemi në duet, e kemi bërë klipe në Shqipëri, që të luat E Kijemrin Dashni. E Kijemrin Dashni. Bukur shumë kur tha duet si me ndrojtje, se ti din gjakovarët si të naknojmë her një vetë, her dy vetë. Edhe duet. Po, bukur shumë jeni të knashën me këta këngë, me realizimin e saj? Shumë. Atëherë, E Kijemrin? Dashni. Dashni. Ma ka kushtu e. Ata ka kushtu. Ti pa ka kushtu, po tekstin vetë e kushtu. Po, ama kjo kur thot për shembull, dedikon atë që të këngë për shembull neve, kur është ritmiki diçka e ëmbël, edhe ja dedikojmë, domethënë lidhjes tonë. Njëri tjetër. Kur ka diçka të dhimbshme, alhamdulillah ne herë s'kemi diçka për vete, po për jetën aktuale, po, baladat i kemi të dhimbshme, i dedikojmë njerëzve në përgjithësi. Mos i bëni shumë të rona, se ka dikush i ka mjellë flëmët me bëmë i qitë, qush për i mjellë dhe herë.
ku me i bo. E po, bukur shumë, neve kemi mja u lanë skenën, kemi mja me u adhën duar trokitit e botës, duke i dëshuar suksese, punë të mbarë, po vjen vera, tash kemi dasma, kemi mbrëmje sigurisht, a? Si qëndrojmë mirë? Mirë, ka fillu në Elhamdulillah, mirë. E po bukur shumë. Atëherë, skena për ju. Falënderoj shumë. Merita Bobari, me dita mbiu. Falënderoj. E ki emrin dashni, son të zemrën të mke hir. E ki emrin lokum, zemra të don maksimum. E ki emrin dashni, son të zemrën të mke hir. E ki emrin lokum, zemra të don maksimum. Që shenë së djem, po shka qenë sy jenë qem. E ki zonin melodi, akom lana mirë dashni. Hajt, ki me po, kujt ma mirë i karo. Hajt, moj dashni, zi shka bojone pa ty. E ki emrin dashni, son të zemrën të mke hir. E ki emrin lokum, zemra të don maksimum. E ki emrin dashni, son të zemrën të mke hir. E ki emrin lokum, zemra të don maksimum. Ti e një në 1 milion, qka kom dash, unë e kom. Me shishe qeri, qka me bo una I mjeri. Qdo se kom po du, o me ty unë me kalu. Ta lexoj qdo menim, na kuptohëm me shikim. E ki emrin dashni, son të zemrën të mke hir. E ki emrin lokum, zemra të don maksimum. E ki emrin dashni, son të zemrën të mke hir. E ki emrin lokum, zemra të don maksimum. E ki emrin dashni, son të zemrën të mke hir. E ki emrin lokum, zemra të don maksimum. E ki emrin dashni, son të zemrën të mke hir. E ki emrin lokum, zemra të don maksimum. E ki emrin dashni. Si e thema herët? Ishte kjo e tjera. Jeni mirë, ndëroni e bukur, e zoni në pace. Natën e mirë në pace, javë tjetër.